Pavarësisht që shkollat nuk japin numër të saktë të nxënësve që mungojnë për shkak të gripit stinor, vetë nxënësit tregojnë situatën epidemiologjike në shkolla. Në një anketë për Alsat, ata thonë se për shkak të viruseve dhe gripit stinor, thuajse në çdo klasë mungojnë nga 5 e më shumë nxënës. Ne të gjithë klasa jemi 22, ndonjëherë mungojnë vinë nga 15 nxënësa, mungojnë nga gripi. Sa nxënësa jeni në klasë? 32. Apo vëreni ndonjë mungesë nxënësave dje dhe sot? Pak. Sa për shembull kanë mungur? 4 veta. Ndoshta kanë tregu se pse? Në telefon? Po, janë smut. Apo mungon dikush? Ka njëherë po, se janë smut me grip. Kanë mungu, do se për një me e kanë qenë smut me gripit, njën e ka si kamën, po mbrojmi. Pilojnë durët më shpesh. Derisa të rriturit dhe fëmijët po kalojnë ditë të tëra me ethe dhe temperaturë, mjekët kërkojnë përgjegjësi maksimale nga prindërit. Dua t'u bëj thirrje prindërve në rast se fëmia i tyre shfaq simptoma si rrjedhje nga hundët, koll i thatë, temperaturë e lartë, ta izolojnë, të mos e lëshojnë në shkollë, të presin 48 orë për të parë se si po zhvillohet pasqyra klinike, të përdorin paracetamol ose brufen për ulje të temperaturës, elektrolite dhe sasi të mëdha lëngjesh dhe pastaj të paraqitë për kontroll te mjeku am ose ta vizitojnë spitalin ton nëse gjendja përkeqësohet. Pavarësisht të shqetësimeve për gripin, Rejshet e Borës, posaçërisht në Shkup, sollën një val optimizmi për heqje të virozave. Për nxënësit, Bora ishte një moment argëtimi që u riktheu buzëqeshjen, ndërsa për ekspertët shëndetësor, një shpresë e madhe se temperaturat e ulta dhe lagështia e Borës do të ndihmojnë në ngrirjen e përhapjes së virusit dhe pastrimin e ambientit nga bakteret.